na ndaj asnjë gjë, asnjë qëndrim politik në raport me këtë çështje. Po le të kuptojmë edhe realitetin që jetojmë. Ne nuk mund të jemi në krah të UÇK-s dhe udhëheqësve të saj dhe në krah tjetër partner me Vučićin. Sot Shqipëria dhe shqiptarët, kombi shqiptar kanë dy kundërshtar. Ai është Vučići dhe regjimi i tij, Putini dhe regjimi i tij. Prandaj këtu të jemi të ndarë dhe të qartë në qëndrimin që marrim. Dhe për sa i përket pyetjes se ku do jemi ne, jo si deputet, jo si politikan, por si qytetar do jem kudo, jo për tribun për të marrë kredo, po kudo ku flitet për Kosovën, kudo ku flitet për lirinë e liderëve të Kosovës, Hashim Thaçi, Recep Selimi, Kadri Veseli edhe Jakub Kresniqi. Absolutisht nuk të pyes ty Tauland Balla, do jem ku është Kosova, do të jem dhe nuk marr leje, as nga ty, as nuk kërkoj që të më ftosh ti në çështje që kanë bëjë me Kosovën. As e ke ditur, as e di ku është Kosova. Zoti Balla për replik. Se e kam ruajtur, po s'po e mbaj dot më. Për replik ose përmend emrin. Me qenë se ju bëra një kronologji të gjithë shka keni bërë për ta dëmtuar Kosovën, vetëm 28 ditë pas shpalljes pavarësisë Kosovës, hodhët në Ergërdecin, të dy bashkë. Faleminderit.